Fshati Mazhaj në datën 26 tetor kremton prej më shumë se 25 vitesh panairin e martirizimit të Shën Dimitrit, një festë e palëvizshme në kalendarin ortodoks, e kthyer tashmë në një ngjarje të përvitshme shpirtërore dhe kulturore për të gjithë zonën. Në oborin e kishës ndodhet një rap shekullor, monument natyre me një perimetër trungu rrethor prej 7 metër e 60 cm, një element natyror që jep një dimension të rrallë këtij vendi të shenjtë. Panairi sjell çdo vit promovimin e traditës, amvisat përgatisin ëmbëlsira tradicionale, fëmijët festojnë ditën e diel në oborin e kishës, ndërsa të shtunën në mbrëmje, besimtarët ndezin qirin dhe falen në heshtje deri në orët e vona të natës. Kjo atmosferë e qetë dhe e devotshme ruan në mënyrë autentike frymën e martirizimit dhe përkushtimit fetar. Ekonom Ati Tertio Gjoka në një prononcim për televizionin Apollon u shpreh falendërues për kontributet e besimtarëve të zonës që me kursimet e tyre ndihmojnë në mirëmbajtjen e kishës. Festa për te aspektit shpirtëror është edhe një panair bashkimi dhe identiteti për Mazhajin. Kisha jon mban emrin e dëshmorit të madh Shën Dimitri dhe kisha jon është rindërtuar nga e para, ka filluar në vitin 2012 dhe ka mbaruar në 2016. Dhe të gjithë sa shikoni këtu, kjo kishë është ndërtuar me kontributin e besimtarëve. Kjo tregon besimin e madh që populli ka në këtë zonë dhe që kontribuan dhe vazhdojnë të kontribuojnë në mbarvajtjen e kishës. Dhe siç thash, kisha Shën Dimitrit ka qenë diku pak më në lindje të kishës së re, trulli i vjetër, i cili funksionoi deri në vitin 1967 dhe pastaj nga sistemi ateist i asaj kohe u rrafshua dhe me materialet e saj u bën vendstrehime dhe u përdor në atë kohë. Me ardhjen e lirisë besimit në vitet 1990, në trullin e saj kishe ne kemi edhe fotografitë e saj të rrethuar me drasa, vini të vendi, gurit të meshës të ato që kishin ngelur atje dhe ndizin një qiri. Dhe kjo zgjati deri në vitin 1997, kur një misionar i kishë ortodokse, Hat Martin Rici, erdhi në zonën tonë edhe u kërkoi njerëzve që të nxirrnin një kandidat për klerik që të vazhdonte jeta baritore në këtë zonë. Trajnari i lirisë, Leondi, i cili kalonte rrugës për në shkuar në Konstantinopol dhe në Selanik, ai sëmurë të rëndë shumë. Dhe aq sa kërkonte që të vdiste, të jepte jetën e tij, nuk i duronte dhimbjet e mëdha. Dhe e morën e çuan te varri i Shën Dimitrit dhe ai atje u shërua, ishte mrekullia e parë. Dhe për nder të tij, Leondi ngriti katedralën e madhe që ndodhet në Selanik sot, ku të gjithë njerëzit shkojnë falen pranë lipsaneve të Shën Dimitrit. Ata, çfarë është panairi që zhvillohet çdo vit pikërisht në kishën e Shën Dimitrit? Panairi në kishën Shën Dimitrit, këtu fillojnë festimet që sot, ditën e shtunë, me mbrëmësoren, bekimin e 5 bukëve dhe vazhdon ditën e diel me mëngjesoren, bekimin e 5 bukëve, liturgjinë hyjnore dhe pastaj litaninë e ikonës që bëhet për nder të dëshmorit të madh Shën Dimitrit.